Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetje tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe jemi tek kapitulli i 40 ku autori Imam Tirmidhiu na flet për ibadetet apo adhurimet e pejgamberit alayhi salatu selam. Në dersin e kaluar kem folur për pjesën e parë të këtij kapitulli dhe kem treguar se në këtë kapitull Imam Tirmidhiu i ka pru plot 26 hadithe që flasin vetëm për adhurimet, një pjesë të adhurimeve të natës të pejgamberit alayhi salatu selam dhe jo për gjithë adhurimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kem treguar në dersin e kaluar se i dërguari i Allahut ka pas obligative faljen e namazit të natës, ka qenë i urdhëruar prej Allahut të lartësuar, derisa kanë ardhur transmetime ju kanë hetur edhe këmbët pejgamberit të Zotit, ndërsa sa i përket umetit të tij, falja e namazit të natës, namazit nafile nuk ka qenë obligative, mirë po është një vepër dhe një sunet që duhet të ndjeket edhe prej nesh, sepse një gjë të tillë nuk e kalon asnjëherë i dërguari i Allahut, sepse ka pas obligative, po ashtu edhe shokët e pejgamberit alayhi salatu selam dhe gjeneratat e tjera këtë sunet të profetit të Zotit e kanë vazhdu dhe do të vazhdon falja e namazit të natës me lejen e Allahut deri në ditën e Kiametit. Dhe autori vëllezër Imam Tirmidhiu vazhdon hadithin me numrin dorë 269 nga Zeid ibn Khalid el-Juhani, i cili thot se ka vendos me përcjell pejgamberin alayhi salatu selam se si e bënte namazin e natës. Dhe thot e kam vendosur kokën time në pragun e shatorit të pejgamberit alayhi salatu selam. Dhe thot i dërguari i Allahut u ngrit dhe i fali 2 rekate të lehta, të shkurtra. Pastaj i fali 2 rekate shumë gjata. Pastaj thot i ka fal 2 rekate më të shkurtra se ato të parat. Pastaj i ka falur 2 rekate më të shkurtra se ato para tyre. Pastaj prap i ka fal 2 rekate më të shkurtra se ato para tyre. Pastaj prap i ka falur 2 rekate tjera më të shkurtra se 2 rekate para tyre. Dhe pastaj thot sahabiu i dërguari i Allahut e ka fal vitrin dhe gjithsej i ka fal 13 rekate namaz natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky hadith është hadith sahih. Në këtë hadith o vëllezër e shohim dëshirën e madhe të sahabëve për të parë dhe për të kuptuar dhe për të mësuar formën e faljes së namazit të natës të pejgamberit alayhi salatu selam, me qëllim të ndjekjes së udhëzimit dhe të ndjekjes së sunetit të tij. Pra, si është fal profeti, kam pas dëshirë edhe ata me bët njëjtin namaz sikurse e ka bë pejgamberi alayhi salatu selam. Për atë dhe sahabiu çfarë thot? Në fillim të hadithit thot: kisha dëshirë dhe doja që ta përcjellja të dërguarin e Allahut si e falte namazin e natës, dhe thot kam vendosur kokën time në prag të shatorit të pejgamberit të Zotit. Në prag të shatorit, në prag të derës së pejgamberit alayhi salatu selam. Përcjellja e sahabiut për të parë formën e faljes së namazit të natës të pejgamberit alayhi salatu selam tregohet, kuptohet nga hadithi se kjo ka qenë jashtë shtëpisë së profetit, pra diku në udhtim, dhe jo mbrana në Medinën e pejgamberit alayhi salatu selam. Sepse të kishte qenë në qytet, pra në Medinë, në shtëpinë e pejgamberit, do të ishin prezente edhe gratë e pejgamberit alayhi salatu selam. Kështu që atij do t'ju kishte pa mundësu me formën e faljes së pejgamberit, se një gjë e tillë është ndaluar dhe është tradhti njeriu domethënë me këshyr në shtëpiat e huaja. Për atë dhe tregon se këtë vepër e kumbo kur i dërguari i Allahut ka qenë në udhtim, ka vendosur shatorin dhe ka bën namaz natën, dhe kështu sahabiu e ka përcjell formën e namazit të tij. Këtu Zeidi radhiyallahu anhu na tregon se i dërguari i Allahut i ka falur 13 rekate natën. Dhe e ka nis namazin e natës me 2 rekate të lehta, sikurse që kem treguar në dersin e kaluar hadithin e Abdullah ibn Abbasit, po ashtu ka ardhur hadithi i Ebu Hurerës se i dërguari i Allahut ka thon hadith, kur dikush prej jush zgjohet natën për me bë namaz, atëherë thot le të fillon namazin e tij me 2 rekate të lehta dhe të shkurtra, Pra
Zejdi tregon se i dërguari i Allahut këtu i ka fal 13 recate namaz natë. Pastaj autori na sjell hadithin tjetër nga Ebu Salama ibn Abdurrahman, i cili thot e kum pyet Aishën radhiyallahu anha: O i nona besimtarëve, o Aishë, si i dërguari i Allahut ka fal namazin e natës gjatë Ramazanit? Ajo thot, Aisha radhiyallahu anha tregon se thot se zakonisht pejgamberi alayhi salatu wasalam as në Ramazan, as jashtë Ramazanit nuk ka shtu më shumë se 11 recate. I ka fal vetëm 11 recate. Pastaj çfarë thot? I ka fal 4 recate, mos pyet sa bukur dhe sa gjatë i ka fal. Pastaj i ka fal edhe 4 tjera, mos pyet sa bukur dhe sa gjatë i ka fal. Pastaj e ka përfunduar me 3 recate, Aisha pastaj i është drejtuar profetit Zotit dhe e ka pyet: O i dërguari i Allahut, a flen para se ta fal namazin e vitrit? Pejgamberi i Zotit i ka thonë: O Aisha, sytë mi flen, por zemra ime nuk flen. Pra Aisha radhiyallahu anha po na tregon se i dërguari i Allahut këtu i ka fal 11 recate. Ndërsa në hadithin e Zeidit që e ka përcjell, po thotë se i dërguari i Allahut i ka fal 13 recate. Si me i bashku këto dy hadithe? Bashkon këto dy hadithe o vëllezër se Aisha radhiyallahu anha kur i transmeton se i dërguari i Allahut i ka fal 11 recate, nuk i ka përmend ato 2 recate të leta në fillim të namazit të natës, që tham hadithin e Ibn Abbasit dhe të Ebu Hurajrës, se i ka filluar i dërguari i Allahut namazin e natës me 2 recate të leta. Andaj, ky hadith nuk ka kundërshtim me hadithin paraprak që tregum hadithin e Zeidit se i dërguari i Allahut i ka fal pra 13 recate. Pastaj Aisha radhiyallahu anha i drejtohet profetit dhe i thot: O i dërguari i Allahut, e pyet se a flan, më thonë, para se me fal vitrin, thot pejgamberi i Zotit: O Aisha, sytë mi flen, por se zemra ime nuk fle kur. Pra, nëse sytë mi flen, sikur se flen sytë e robërve të tjerë, dije se zemra ime është e zgjuar. Pastaj autori na sjell hadithin 271 përsëri prej Aishës, e cila ka thonë se i dërguari i Allahut i ka fal natën 11 recate, vitrin e ka fal 1 recat, pastaj shtrihej në anën e tij të djathtë. Dietar të vëllezër, nga ky hadith dhe hadithe tjera i kanë nxjerrë disa dobi. Dhe një prej dobive është se numri i recateve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili i ka falur gjatë namazit të natës, është i barabartë me numrin e recateve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili i ka fal gjatë namazit të ditës. Pra i ka fal 11 recate namaz natë. Kanë thonë ulemaja, po këto 11 recate i gjejmë edhe që i dërguari i Allahut i ka fal gjatë namazeve farze të ditës. Kush janë ata? 4 drekës, 4 të ikindis, 8, edhe 3 të akşamit bëjnë 11 recate. Pra, namazi natës është përputhur edhe me namazin e ditës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po ashtu i dërguari i Allahut, siç e gjejmë hadithin tek Imam Buhariu, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë namazi natës falet 2 nga 2. Nëse dikush prej jush friksohet se do të hyjë koha namazit sabat, thot në ta fal vetëm 1 recat që ta bëj tek gjithë rekatet e falura, pra me fal vitrin marrë me 1 recat. Ky hadith o vëllezër tregon se numri i namazit të natës nuk është i kufizuar me një numër të caktuar. Mirë po, më mirë është udhëzimi dhe pasimi i sunetit të pejgamberit, që do të thotë se i dërguari i Allahut nuk ka fal më shumë se 11 recate apo 13 recate. Kjo është udhëzimi dhe suneti i profetit, dhe më mira për me kap dhe me qëllu sunetin e pejgamberit është kjo. Pra falja e 11 recateve të namazit të natës, ose falja 13 recateve të namazit të natës. Andaj nuk mundemi ne me përcaktu dhe me thonë se nuk lejohet me shtu më shumë se 11 recate apo 13 recate namaz natë, na të fol jashtë namazit të taravis, si person, si insan i cili ngritet dhe bën namaz natë, pra falet namaz nafile. Pra nuk mundem me përcaktu vetëm 11 edhe vetëm 13. Sikurse që tregum edhe hadithin pak më lart, më thonë se i dërguari i Allahut ka fal 11, ka fal 13, do të vinë hadithe që tregon se i dërguari i Allahut ka fal edhe 9 recate. Pastaj pjesa e hadithit që tregon Aisha, o shtri i dërguari i Allahut në anën e djathtë, masi që e ka fal namazin e vitrit, pejgamberi alayhi salatu wasalam o shtre për të fjetur, dhe ne kemi treguar në
dersin e kaluar se i dërguari i Allahut ka flet, mirë po zemra e tij nuk ka flet dhe ai ka qenë i cili e ka ditur më së miri se ai ka prishur abdesin apo nuk e ka prishur abdesin. Pastaj autori na sjell hadithin 273 prej nga Asfa, i cili e përcjell prej Aishës, e cila ka thonë, i dërguari i Allahut i ka fal gjatë natës 9 rekate. Njerë tregoj 11, pastaj hadithi 13, tash Aisha radhiyallahu anha na thot 9 rekate. Edhe ky hadith nuk kundërshton në hadithin paraprak 11 apo 13, sepse të gjitha janë të argumentuara prej veprës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori vëllezër na sill hadithin 275 nga Hudhayfi ibn al-Yaman, i cili thot se një natë jam falur me pejgamberin alaihi salatu wasalam. Dhe Hudhayfi ibn Yaman na përshkruan se si është fal i dërguari i Allahut, pra si ka bën namaz natë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe thot, masi që ka hyrë namaz, si ka marrë tekbir, masi që ka hyrë namaz, thot, i lartësuar është Allahu, sunduesi i gjithësisë, i plot fuqishëm, atij i takon madhëria dhe ai është madhështori. Gjitha këto që i ka përmend i dërguari i Allahut në fillim të namazit janë atribute dhe janë cilësi që tregojnë madhrimin e Allahut të lartësuar, që tregojnë se Allah është më i madhi, zotruesi i pushtetit, i sundimit, i madhështisë dhe i madhërisë. Këtu Hudhayfi ibn Yaman nuk e përmeni suratul Fatiha, por tha, jam fal me pejgamberin, edhe po du me tregu se si është fal pejgamberi i Zotit, edhe me njerë e filloj me këtë se çfarë e lexuam. Pra nuk e përmeni suratul Fatiha. Lind pyetja, pse sahabiu nuk e përmendi suratul Fatiha? Sepse ka qenë e njohur mesin e sahabëve. Atë që e kanë dëgjuar pe të dërguarit të Allahut, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka namaz nëse nuk këndohet suratul Fatiha. Për ato dhe nuk e ka përmend ai që në fillim ka filluar me Fatiha, sepse ka qenë e njohur dhe e ditur, s'ka namaz nëse nuk këndohet suratul Fatiha. Për ato dhe sahabiu pra nuk e ka përmend në fillim të formës së faljes së namazit të natës të pejgamberit suratul Fatiha, sepse ka qenë e njohur mesin e tyre. Pastaj thot sahabiu, lexoi suratul Baqara, pastaj shkoi në ruku, qëndroi afërsisht sa qëndroi në këmbë dhe thoshte Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim, i lartësuar dhe i lavdruar është Zoti im madhështor. Rukuja siç e dini është përhulje dhe është madhrimi i Allahut të lartësuar. Pastaj thot është ngrit dhe qëndroi në këmbë afërsisht sa ka qëndruar në ruku. Pastaj ngritja prej rukus ka qenë përafërsisht sa ka qenë e njëjtë sikurse që ka qenë këmbë, dhe pastaj ka thonë li rabbil firli pastaj ka thonë li rabbil hamd, Zoti tim i takon falëndërimi. Pastaj thot sahabiu ka bërë sejdë, ka qëndruar afërsisht sa qëndrimi i tij në këmbë dhe thoshte Subhana rabbil ala, i lartësuar dhe i lavdruar Zoti më i larti, duke e përsëritur këtë lutje në sejdë. Pjesa e hadithit pastaj u ngrit dhe qëndroi mes dy sejdëve, afërsisht sa ka qëndruar në sejdë dhe thoshte rabbil fili, Zoti më fal mua, pra ashtu e ka vazhdu duke fal derisa thot sahabiu ka lexu surën Bakara, Ali Imran, Nisa edhe El Maida, apo me një transmetim ka ardhur, pra është përmend suratul Maida apo është këndu suratul An'am, dhe më thonë është gjatë që i dërguari i Allahut ka bën namaz. Pra ky sahabi po tregon formën e faljes së pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe se sa gjatë është fal i dërguari i Allahut, sa gjatë ka këndu dhe sa gjatë ka ndajt në këmbë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori na sjell hadithin 276 prej Aishës, e cila thot se pejgamberi alayhis salatu wasalam tër natën është falur duke lexuar vetëm një ajet namaz. Pra, i gjithë nata i ka shku duke e përsërit një ajet në gjatë faljes së atij namazi. Pra, i dërguari i Allahut është falë tër natën me një ajet Kuranit, me të cilën pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka kaluar tër natën namaz vetëm me një ajet. Por kush është ky ajet që i dërguari i Allahut e ka këndu tër natën? E gjem tek Imam Ahmedi, hadithin e transmeton Abu Dharr radhiyallahu anhu, i cili thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është falur një natë dhe ka lexuar një ajet derisa ka hyrë koha namazit sabat. Dhe me këtë ajet ka bërë ruku, me këtë ajet ka bërë sejdë, dhe ky ajet është fjala e Allahut tek surja Maida, ajeti 118, nëse ti dënon ata
robërit e tu janë, e nëse I fal ata, me të vërtet vetëm Ti je I plotfuqishmi dhe I urti. Pra, për këtij hadithit kuptojmë se ky hadith është argument se lejohet namazin natës me u fal, masi që të këndohet suratul Fatiha vetëm me një ajet ose vetëm me një sure, me përsërit të në kohën. Pra, një sure të vetme apo një ajet të vetëm. Sepse kështu ka bo pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj kur njeriu vëllezër e lexon Kur'anin me meditim, dhe kur njeriu kalon nëpër ato ajete, të cilat ajete e shërojnë zemrën e robit, ja largojnë dyshimet e robit, ja largojnë ignorancën, smirën dhe çdo send që është e keqe, I lexon ato ajete dhe aty e gjen veten e vet ku I sheh dhe gabimet e veta ku I ka. Ai I duhet mi përsërit ato ajete. Nuk ka të keqe nëse përsërit që ta jetë 100 herë ton kohën. Apo edhe nuk ka të keqe nëse tër natën falet me çeta jetë, sikurse është fal pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sepse kanë thonë ulemaja, kjo është më e mirë për njeriu me lexu një ajet dhe mu fal me atë ajet, kur e din kuptimin e atij ajeti, se sa me bo një hatme të Kuranit, ndërsa nuk e din kuptimin edhe nuk përfiton për asajna. Për asaj se çfarë kuptohet nëse e lexon vetëm një ajet dhe nalet dhe mediton atë ajet, sikurse ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj, meditimi gjatë leximit të ajeteve të Allahut në namaz ka dobi dhe peshë madhe për zemrën e njeriu, sepse kjo ndikon shumë në imanin e njeriu. E rrit imanin, e pastron njeriu prej mëkateve dhe prej veseve të tjera, të liga, dhe ky ka qenë edhe suneti apo vepra e gjeneratave të cilët kanë qenë paranesh, pra prej selefëve, se kështu kanë bëu kur kanë bëu namaz natë, me një ajet e ka kalu krejt namazin. Çata ajet në ruku, çata ajet në sejdë. Domethënë gjitha këto I ka bëu duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori na sjell hadithin 277 prej Abdullah ibn Mesudit, I cili thot se një natë jam fal me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe I dërguari Allahut aq gjatë ka qëndruar në kam, sa që ku mendu keq. Aq gjatë ka qëndruar në kam pejgamberi sa namaz, sa që këti ju ka kujtuar në mendje me thonë diçka keq. Edhe sahabët e kanë pyet dhe I kanë thonë: "O Abdullah, çka ke pas ndërmend me bo?" Domethënë se përmendet diçka me bo keq, ka thonë: "Mendova të ulëm edhe me lon pejgamberin e Zotit. Mu ul edhe mos me vazhdu me pejgamberin alayhi salatu wasalam." Ky hadith jep me tregu vëllezër se sa gjatë është fal pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sa gjatë ka qëndruar në kam, sa gjatë ka lexu, sa gjatë ka nejt në ruku, sa gjatë ka nejt në sejdë, sa gjatë ka nejt mes dy sejdëve. E kështu me radhë, më thonë, po tregon formën e namazit të natës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa që ka mendu diçka keq. Kush ka qenë ajo? Mu nal edhe mos me përcjell pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra mos mu fal bashkë me pejgamberin e Zotit. Tjetër çfarë përfitojmë për këtë hadithi? Kanë thonë se kundërshtimi I imanit, kundërshtimi I imamit llogaritet për gjërave të këqija. Me kundërshtu imamin llogaritet për gjërave të këqija. Sepse çfarë tha Abdullah ibn Mesudi? Tha ka mendu diçka të keqe. Për çato ulemaja kanë nxjerr këtë dobi. Domethënë ai I cili kundërshton imamin llogaritet diçka e keqe. Pse? Janë bazuar këtë thonje të dhe vepër të Abdullah ibn Mesudit, I cili ka thonë se ka mendur diçka të keqe. Cila ka qenë ajo e keqja? Me kundërshtu imamin dhe mos me vazhdu namazin mu fal me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe pse këtë Abdullah ibn Mesudi ka dashur me bë? Për shkak të pamundësisë së ndjekjes së namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë çaj gaçi ka knu, çaj gaçi ka nejt në ruku, çaj gaçi ka nejt në sejdë, çaj gaçi ka nejt mes dy sejdëve. Pastaj autori vëllezër na sjell hadithin tjetër nga Shekik ibn Abdullah, I cili thot: "E kum pyet Aishën, o Aishë, si e ka fal namazin nafile, pra namazin vullnetar I dërguari I Allahut?" Ajo më është përgjigj duke thonë: "Një natë fale gjatë duke qëndruar në këmbë, ndërsa një natë tjetër fale gjithashtu gjatë, por duke qëndruar ulur. Kur lexonte në këmbë, rukun dhe sejdën e bënte në këmbë, derisa kur lexonte ulur e bënte rukun dhe sejdën duke qenë ulur."
Këtu në këtë hadith po shohim se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas që ka bën namaz duke qëndruar në këmbë, ka bën namaz edhe duke qenë ulur. Por dini se namazi i njeriu ulur nuk e arrin shpërblimin e namazit të njeriu i cili falet në këmbë. Mirë po, për kësaj çështje përjashtohet i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse falja e pejgamberit të Zotit ulur është e njëjtë sikurse falja e tij duke qëndruar në këmbë. Dhe kjo ka qenë dhunti dhe mirësi e Allahut që është dhënë vetëm pejgamberit alayhi salatu wasallam, duke mos ia paksuar profetit të Zotit shpërblimin. A kemi argument për këtë? Po kemi. Është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasallam prej Abdullah ibn Amrit, i cili thotë se më kanë tregu, pra i ka shku lajmi këtina, se i dërguari i Allahut ka thënë namazi ulur i njeriu është sikurse gjysma namazit. Pastaj thotë kum shu tek pejgamberi i Zotit dhe e kum taku të dërguarin e Allahut duke bërë namaz ulur. Dhe thotë e kam vendosur dorën në kokën e tij. Ndërsa ai më tha, çka u bë Abdullah ibn Mar? I thash, o i dërguari i Allahut, më kanë thonë se ti ke thënë se namazi i njeriu ulur vlen sa gjysma namazit të atij që është në këmbë. Ndërsa ti vetë po falesh ulur. I dërguari i Allahut më tha, po, thot, mirë po, unë nuk jam si kurse ndonjëri për jush, dhe këtë hadith e gjen tek Imam Muslimi. Pra, i dërguari i Allahut edhe kur është falur ulur, shpërblimi nuk i është mangësu nga Allahu i lartësuar, pra e ka pasur shpërblimin tek Zoti sikurse është falur në këmbë. Jemi duke folur për namazet, pra nafilet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, se çën start autori tregon këto 26 hadithe, janë hadithe që flasin vetëm për formën e faljes së namazit të pejgamberit alayhi salatu wasallam natën, pra namazet në nafile. Pastaj autori na sjell hadithin tjetër prej Hafsës, gruas së pejgamberit alayhi salatu wasallam, nënës së besimtarëve, e cila thotë se i dërguari i Allahut nafilet i ka falur ulur. Kur ka ndodhur kjo? Një vit para vdekjes së tij. Pastaj thotë, lexonte ndonjë sure ngadalë dhe rrjedhshëm, ashtu që leximi i saj zgjaste, pra koha e periudhës, ka këndu sure të shkurta, por aq gat ka zgjat ky lexim i surës së shkurtë, më shumë se ndonjë sure që i dërguari i Allahut e ka lexuar më gjatë. Pra, nganjëherë surët e shkurta të profetit kur i ka këndu kanë qenë më të gjata se sa surët e gjata që i ka këndu pejgamberi i Zotit. Në këtë hadith o vëllezër, Hafsa tregon se i dërguari i Allahut i ka falur namazet e tij ulur. Kur ka ndodhur kjo? Ka ndodhur ka fundi jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur atij i është rënduar smundja dhe i është pamundsu profetit Zotit me qëndru në këmbë. Po ashtu, më thonë, njeriu falet ulur, më thonë, kur është edhe i lodhur shumë, më thonë, nuk mundet me qëndru në këmbë, mundet edhe mu falë e ulur. Mirë, lind pyetja, cili ka qenë shkaku që i dërguari i Allahut kur i ka këndu surët e shkurtra, i ka kënduar aq ngadalë, saqë kanë zgjat më shumë se sa vetë surët e gjata. Dietarët kanë thonë se i dërguari i Allahut në këto surët e shkurtra, kur i ka këndu me tajvid. I ka këndu si me rregulla dhe është nal çdo ajet dhe është nal në çdo rregull. Pra, i ka këndu duke i meditu dhe duke i kuptu ajetet e Allahut të lartësuar. Nëse i dërguari i Allahut ka kaluar, ka ndonjë ajet ku aty është përmendur dënimi i Allahut të lartësuar, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka kërkuar mbrojtje prej Zotit. Do ta sqarojmë se mundet me thonë çysh ka kërkuar mbrojtje ndërsa ka bën namaz. Nëse ka kalu i dërguari i Allahut, ka ajetet ku aty është përmend mëshira dhe rahmeti. I dërguari i Allahut ka kërkuar mëshirë dhe rahmet prej Allahut subhanahu wa taala. Për atë edhe këto surët e vogla janë bërë më të gjata se sa ato surët e gjata që zakonisht i ka këndu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj, nëse robi o vëllezër është duke falur namaz nafile, jo farz, nëse është duke falur namaz nafile dhe kalon nga ajetet ku aty përmendet dënimi i Allahut, lejohet me zonë me kërku mbrojtje, me lutë Allahun me mbrojt për këtij dënimi. Ose kur përmendet mëshira e Allahut, lejohet me me thonë që Allah me falë dhe me mëshiru, sepse kështu ka vepru pejgamberi alayhi salatu wasalam.
Ndërsa në namazet farz, do thonë jashtë nafiles, një gjë të tillë e bën me zemër, do thonë nuk ka nevojë me bë me gjuhë. Kjo është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj autori vëllezër na sjell hadithin 282 prej Aishës, e cila thotë se nuk ka vdekur pejgamberi i Zotit derisa shumicën e namazeve e ka falur ulur. Edhe ky hadith tregon se kur pejgamberit alayhi salatu wasalam i është rënduar smundje me të cilën edhe ka vdekur i dërguari i Allahut, pra namazet i ka falur duke qenë ulur për shkak të pamundësisë së qëndrimit të tij në kom. Pastaj autori na sjell hadithin 283 për Ibn Omerit, i cili thotë se janë falë me pejgamberin e Zotit. Pra, dhe i dërguari i Allahut i ka falë 2 rekate, pastaj i ka falë 2 rekate, pastaj thotë kanë falur me pejgamberin e Zotit 2 rekate para drekës, 2 rekate pas drekës, 2 rekate pas akşamit, do të thonë në shtëpinë e tij, si dhe 2 rekate pas yatsis në shtëpinë e tij. Dhe këtu na dalin neve që i dërguari i Allahut i ka falë 8 rekate. Dhe këto 8 rekate njihen si sunete të rregullta që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka falur rregullisht dhe asnjëherë nuk i ka lënë, gjë të cilën duhet edhe secili për neve me bë. Mirpo, hadithet që ne i lexuam më herët dhe që i kemi lexuar në dersin e kaluar, janë hadithet që tregojnë për namazet nafile të pejgamberit alayhi salatu wasallam gjatë natës. Ndërsa tani po përmenden pra sunetet e rregullta apo namazet e rregullta nafile që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka bë ditën. Abdullah ibn Omeri po thotë se janë falë me pejgamberin e Zotit dhe i kanë falë 8 rekate. Domethënë sunete të rregullta të ditës. Shohim se këtu kemi argumente tjera që nuk është numri precizuar 8, por është më shumë. Siç na tregon Hafsa, është motra e Ibn Omerit, çika e Omerit radhiyallahu anhu, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka hy para se me namazi sabat, pra para se me thi rezon, kur ka hy agimi, thot i ka fal 2 rekate. Masi që i ka fal 2 rekate, thot Hafsa, atëherë thot edhe muezini e thirrte ezonin. Thot transmetuesi e Jupi, mendoj se Nafiu ka thonë, pra ati që e kanë dëgjuar këtë hadith, këta kanë qenë 2 rekate të shkurtra. Dhe na i kemi treguar në dersin e kaluar, ku do të përmendet këtu hadithi se i dërguari i Allahut, pra në fillim të namazit të natës, ose para se me fal sunetin, para se me fal farzin e sabajt, i ka fal 2 rekate të shkurtra dhe pak më shpejt. Në këtë hadith tregohet falja 2 rekateve para namazit sabajt. Nëse ja shtojmë tek hadithi Abdullah ibn Omerit, i cili thatë se i ka fal 8 rekate, i bie se i dërguari i Allahut i ka fal 10 rekate namaz sunete të rregullta. Do të thonë që gjithë të kohën i dërguari i Allahut i ka praktikuar dhe nuk i ka lënë. Pra, Ibn Omeri radhiyallahu anhu e ka pa pejgamberin e Zotit sa i ka fal 8 rekate namaz nafile të rregullta gjatë ditës. Ndërsa motra e tij Hafsa po tregon se e kum pa pejgamberin e Zotit duke fal 2 rekate para namazit sabahit, që i bie 8 plus 2 janë 10. Dhe këto 2 rekate i dërguari i Allahut i ka fal në shtëpi vet, por ata Abdullah ibn Omeri nuk ka mujt me pa. Por e kanë dëgjuar prej motrës së tij, Hafsës, se kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra, këto 2 rekate muslimani duhet mi fal kur të hyn koha namazit sabat, para se me thirrë zoni për namaz sabat dhe për sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që këto 2 rekate mu fal shkurt dhe mu fal lehtë. Dhe në rekatin e parë i dërguari i Allahut ka këndu surën El Kafirun, ndërsa në rekatin e dytë pejgamberi sa ka këndu El Ikhlas, pra ka këndu Kul Huwallahu. Pra, këto 2 rekate i dërguari i Allahut pra i ka fal let para se me fal namazin e sabat. Po ashtu ka ardhur edhe hadithi nga Ebu Derda, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra ky hadith është hadith kutsi, dhe Imam Tirmidhiu ka cilësuar prej haditheve të sakta se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, i madhi Zot ka thonë,
o biri Ademit, fali për hir timin 4 rekate në fillim të ditës. O biri Ademit, fali për hir timin 4 rekate në fillim të ditës, unë do të mjaftoj ty për pjesën e mbetur të ditës. Pra nëse ti i fal në fillim ditës 4 rekate, pjesa mbetur, do më thonë, si shka në hadith, pra do të mjafton Allah ty për pjesën e mbetur të ditës. Ibn Kaimi, rahimullah, kur e komenton këtë hadith, si me e kuptu në këtë hadith, thot e kam dëgjuar hoxhën e Islamit, pra hoxhën e ti, Ibn Taymiyën, i cili ka thonë, këto 4 rekate, përmendura në hadith kutsi, thot Ibn Taymiyën, si pas mendimit tim, janë 2 rekatet e para të namazit të sabat dhe 2 rekatet fars të namazit sabat. Kështu e ka komentu hoxha e Islamit Ibn Taymiyën, pra 2 rekatet e para të sunet, pra të namazit sabat dhe 2 rekatet e para fars të namazit sabat. Pra kush i fal të 4 rekate për hir të Allahut të lartësuar në fillim të ditës, Allahu po thotë unë do të mjaftoj ty për pjesën e mbetur të ditës. Pastaj autori na sjell hadithin 285 nga Ibn Omeri, i cili thotë se e mbajnë mend se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka falur 8 rekate, 2 rekate para drekës dhe 2 të tjera pas saj, 2 rekate pas akşamit si dhe 2 pas yatsis. Ibn Omeri thot, në ka treguar Hafsa edhe për 2 rekate para namazit sabat, mirë po thot unë personalisht nuk e kom pa pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhis salatu wasalam duke i falur ato. Dietarët e hadithit kanë tregu se pse Abdullah ibn Omeri nuk e ka pa pejgamberin e Zotit, por vetëm se e kanë dëgjuar dhe e ka marrë prej Hafsës, sepse i dërguari i Allahut këto 2 rekate nuk i ka falë në xhami, po i ka falur prej Amesam në shtëpinë e tij. Ka falë në dhomën e tij dhe këtë e ka transmetuar edhe motra e tij, pra nona besimtarëve, gruaja e pejgamberit Hafsa. Pastaj autori na sjell hadithin 286 prej Abdullah ibn Shekikut, i cili ka thonë e kum pyet Aishën për namazin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ajo më ka thonë para dreke i ka falë 2 rekate dhe pas saj 2 rekate pas akşamit, 2 të tjera pas yatsis, edhe 2 pas namazit sabat. Edhe 2 pas namazit sabat. Pra këtu Aisha radiallahu anha na i përmend se i dërguari i Allahut i ka fal 10 rekate namaz sunete të rregullta. 10 rekate namaz sunete të rregullta. Por e gjejmë këtë edhe tek Imam Muslimi prej Aishës se i dërguari i Allahut thotë se pejgamberi sa në shtëpinë time para namazit të drekës i ka falur 4 rekate, pastaj ka dal imam me njerëzit në namaz të drekës, pastaj kur ka hyrë në shtëpinë time, thot Aisha i ka fal pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe 2 rekate tjera. Andaj totali i përgjithshëm është 12 rekate, më thonë me një transmetim ka ardhur 8, me një transmetim ka ardhur 10, me një transmetim ka ardhur 12 rekate, sa i përket 12 rekate, sa i përket 2 rekate pas drekës. Kjo është vërtetu tek hadithi i Ibn Omerit, të cilin e treguam më lart dhe secili ka transmetuar prej pejgamberit Zotit atë çfarë ka pa. Ibn Omeri ka transmetuar atë që ka pa prej profetit, Aisha radiallahu anha atë që ka pa, Hafsa atë që ka pa, Zeidi atë që ka pa, secili sahabi ka transmetuar atë që ka pa prej pejgamberit alayhis salatu wasalam, dhe i dërguari i Allahut nganjëherë ka falur ka 2 rekate, nganjëherë i dërguari i Allahut i ka falur edhe 4 rekate, sigurisht e gjejmë në Sahihun e Imam Muslimit prej Habibës, pra nënës së besimtarëve, gruas së pejgamberit alayhis salatu wasalam, e cila thot se nuk ka rob musliman i cili falet për hir të Allahut 12 rekate namaz nafile jashtë farzave. Kush i fal 12 rekate namaz nafile jashtë farzave, dhe ne i treguam kush janë ato 12 rekate, Allah i lartësuar do t'ja ndërtojë atij një shtëpi në xhenet. Domthon kush i fal të 12 rekate ka një shtëpi në xhenet. Pra, ky hadith i Habibës përputhet me ato hadithe të cilët ne i lexuam pak më lart prej hadithit të Aishës, që është tek Imam Muslimi. Andaj muslimani është mirë që me i zbatu këto sunete të pejgamberit alayhis salatu wasalam, me i fal këto sunete të pejgamberit alayhis salatu wasalam, sepse vërtet ka shpërblim të madh tek Allahu i lartësuar. Dhe autori na sjell hadithin e fundit 287 prej Asim ibn Damura, edhe pse vëllezër kishte hadithe të cilat janë përsëritur këtu, mirë po nuk i kam përmend, edhe shpjegimin pak e kena shkurtu për shkak se dilke më shumë se 2 derse. Jo mundu me dhonat
konkluzën e gjithë asaj çfarë kanë përmendur dietarët në shpjegimin e formës së namazit të natës së pejgamberit. Dhe hadithi i cili tham është prej Asimit, i cili thotë se e kum pyet Aliun radhiyallahu anhu për namazin e pejgamberit alayhis salatu wasalam gjatë ditës. Ka thonë Aliu, ju nuk keni mundësi me vepru ashtu siç ka vepru pejgamberi i Zotit. Ka thonë, unë po tregoj, po ti ju s'muni me bo ato që e ka boj dërguri Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Asimi i thash Aliut, kush ka mundësi prej nesh, le ta falet. Kush nuk ka mundësi, nuk mundet me fal. Mbi gjitha na tregoti se si është fal pejgamberi alayhis salatu wasallam. Dhe Aliu radhiyallahu anhu thot, kur dielli tjetë në këtë vend, sikurse pozita e tij pas ikindis, i ka fal 2 rekate namaz të duas. Ndërsa kur dielli është në këtë vend, pozitë sikurse pozita e tij para drekës, i ka fal 4 rekate. Pastaj i ka fal edhe 4 rekate para farzit të drekës dhe 2 të tjera pas dreke. 4 rekate i falte para ikindis. Pra, këto nuk janë sunete të rregullta, sepse nëse falen këto sunete ka shpërblim të madh tek Allah i lartësuar, sepse kemi hadithin që është tek Imam Ahmedi dhe është për haditheve të sakta nga Ibn Omeri se i dërguari Allahut ka thonë, e mëshiroft Zoti atë njeri që i fal 4 rekate para ikindis. Do të thonë këto 4 rekate para ikindis nuk janë sunete të rregullta. Por nëse i fal nuk ka të keqe, sepse jenë mëshirën dhe rahmetin e Allahut, sikurse po na thot hadithi i Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhu, dhe ky hadith është i saktë. Pastaj thot, duke i ndarë mes tyre me përshëndetje për me lajket e afërta dhe pejgamberët, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe musliman që ecin pas rrugës së tyre. Asimi e ka pyet Aliun për namazin e pejgamberit. Dhe kjo pyetje tregon se sa të kujdesshëm kanë qenë shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam për të kuptuar nga afër prej shokëve të pejgamberit formën dhe mënyrën e faljes së namazit të pejgamberit të Zotit nafile, me qëllim që edhe ata mundu me praktiku këtë sunet të pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe me ndjek udhëzimin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe çfarë i ka thonë Aliu? Ka thonë, ju nuk keni mundësi me vepruni gjë të tillë. Atse çfarë ka bëj dërguari Allahut në namaz të natës nafile, dhe kemi thonë se aq gat ka qëndru në kam, aq gat ka qëndru në ruku, aq gat ka lexu Kur'an, aq gat ka net mes 2 sejdeve, saqë profeti i Zotit ju ka nëntur edhe kamët gjatë faljes së namazit. Edhe qëllimi i Aliut pse e ka thonë këto? Kan thonë është për qëllim se për kushtimi juaj gjatë namazit natës nuk mundet më ju afru namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka bë pra gjatë faljes së namazit të natës. Ky është edhe dersi jon për sonte, me shpresë që takohemi në derset tona të radhës. Lutim Allahun të na falë dhe mëshiron, na bëni Allah pak për zgjatje.